Përshëndetje miq të dashur, rrit jeni sa më mirë. Sot do flasim për disa çajra, kolle dhe sekrecione. Fillojmë me të parin që është aguliçja, që përdoret edhe për fëmijë edhe për të rritur. Kallitë e dellit ndihmojnë shumë për kollën edhe për pjesën e veshkave. Trëndafili i egër është edhe për infeksionet urinare edhe për kollën. Shrebela ndihmon shumë për kollën. Dhe bronkomeri që është mix që ka bimët aguliçen, lule bliri, trëndafili i egër, pelinë e ëmbël dhe mollën e egër. Në 2 litra ujë të valuar hedhim 6 lugë gjelle me çajin bronkomer, e lejmë zije vetëm 2-3 minuta, e fikim, e kullojmë dhe konsumojmë 2 gota në ditë. E mbëlqojmë sipas dëshirës, mund ta pimë edhe ftohtë, nuk ka asnjë lloj problemi. Kto janë çajat për bronket dhe për kollën. Faleminderit që më ndiqni.